Ministria e Bujqësisë ka organizuar një bashkëbisedim me fermerë specialist bujqësie në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë. Për të bërë të njohur skemat dhe ndryshimet nga viti i kaluar, ishin të pranishëm në këtë takim zëvendës ministri Dhimo Kote, si dhe drejtoresha e AZHBR-s Ardita Kuçi. Duke nisur nga 14 prillit deri në fund të majit, fermerët kanë afat aplikimi për të përfituar nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë. Ndryshe nga skemat mbështetëse paraardhëse, këtë vit ka përmirësime, ku bie në sy subvencionimi për numër krerësh në blegtori edhe për viçat e majmërisë, lufta biologjike në sera, si dhe subvencionimi për litër naftë, shoqëruar nga dokumentacioni për naftën, plehërimin dhe të tjerat, thot zëvendës ministri i Bujqësisë Dhimo Kote. Në blegtori, veç mbështetjes për krerë që ishte për gjedhin dhe për të dhirtat, për delet dhe për dhit, do të vazhdoj mbështetja dhe për viçat meshkuj për mish. Është një nga kushtet e Bashkimit Evropian dhe do të mbështesim çdo viç mashkull që do të matrikulohet, që do të mbahet deri në 6 muaj, për mish me 50.000 lekë të vjetra për krerë. Pra do vazhdoj skema e mbështetjes në grup për fermerët të cilët aplikojnë, si ai që ka 5 lop, 3 lop aplikojnë bashkë me një akt marrëveshje dhe ka një veteriner që ndjek gjithë procedurën, e njëjta gjë edhe për serat. Tani kush ndryshimi që kemi bërë një mas ndryshim tek serat. Duke parë që nga sfidat tona të Ministrisë së Bujqësisë dhe të qeverisë shqiptare, po dhe të fermerëve shqiptar, është prodhimi i produkteve të sigurta, në standard për të konkuruar në Bashkimin Evropian, është prodhimi i produkteve në sera për me mbrojtjen biologjike. Pra, lufta që bëjnë insektet me insektet dëmtues, insektet e mirë me insektet negativ, dhe ushqimet biologjike për të prodhuar një prodhim me standard. Dhe kishim 2 mbështetje në sera. Kishim 4 milion lekë të vjetra për hektar në të dyja mbjelljet. Tani do të kemi 2 milion lekë për mbjelljen e parë, që është mbjellja masa me inputet që është fidani. Tani në mbështetja e dytë nga 2 milion bëhet 3 milion lekë për hektar për mbrojtjen biologjike, ku fermeri do të futet në skemën e mbrojtjes biologjike, ku do të garantoj gjithë procesin e mbrojtjes pa përdorur insekticide, duke përdorur formulën për mbrojtjen biologjike të produktit. Pra, do të marri 2 milion plus 3 milion, 5 milion. Por kemi bërë një gjë të veçantë. Në qoftë se në radhën e parishte duhet plotësonin 1 hektar, tani fermerët dhe për një dynim serë që do ketë, për mbrojtjen biologjike nuk ka nevojë të bëj bashkëpunim, pra do të marri 300.000 lekë të vjetra për mbrojtjen biologjike në qoftë se bëhet dhe i përfshihet kësaj skeme. Kjo mendojmë që këtë gjë ne nuk e nxorëm se shpikëm, por kemi 3 vjet që po e ndjekim, që të BE Lushnjë se ka implementuar për 3 vjet këtë rast, kemi nxjerr koston sa është kosto që duhet për një dynim, për të mbrojtur dhe për të marrë ato insektet e dobishme për të luftuar dhe bërë mbrojtjen biologjike, dhe si e tillë e implementuam dhe në bashkëpunim me GIZ-in në 30 fermerë në gjithë Shqipërinë dhe ka dhënë rezultat mirë, ku kërkon një prodhim të cilësisë mirë dhe i ka të hapura portat në gjithë Bashkimin Evropian dhe është shumë i sigurt. Shtimi i skemës së luftës biologjike synon produkte më cilësore dhe konkurruese në tregjet rajonale dhe evropiane.